E detaje do të na sjell edhe kronika të cilën e ka përgatitur Erda për ne, në cilën do të shohim koncertin që ka mbajtur mbrëm grupi Bajram Curi, në fakt ansambli Bajram Curi në Teatrin Dodona, ku përveç valleve ka pasur edhe mirënjohje për disa prej anëtarëve të këtij ansambli. Për 51 vjet me radhë, ansambli Bajram Curi përpara publikut shpalosi vlera kulturore, artistike, muzikore, koreografike dhe kostumografike shqiptare. Këtë e bën edhe në koncertin që mbajti në Teatrin Dodona në Prishtinë. Kryetari i këtij ansambli, Nurettin Ibishi, i falenderoi për krahasit e këtij koncerti. Spari Nikoqirin, zonjën Mehmeti, për që na ofroi mundësinë që në këtë sallë sa do të vogël, po shumë funksionale, që këto të zhvillojmë koncertin e sotëm. Falenderoj drejtorin Drejtorisë Kulturës, zotin Besart. Pa e zgjat më shumë, ju dëshirojmë mbrëmje festive, pasi këtë koncert kanë pas për vitin e ri, po që po e mbajmë shumë afër, jemi një janar. Në shenjë respekti për punën disa vjeçare në këtë ansambël, kryetari dha mirënjohje për solistën Flora Gashi. I falenderoj udhëheqësinë e ansamblit Bajram Curi dhe gjithë anëtarët, me të vërtetë ndihem shumë krenare dhe privilegjuar që janë pjesë e këtij ansambli. Faleminderit shumë. Mirënjohje u dha edhe për organizatorin Emin Sahiti, që është ndër anëtarët më të vjetër të ansamblit Bajram Curi. Zoti Sahiti, për 35 vjet me radhë është dëshmitar i punës së ansamblit. Ndonjë të gjithëve përshëndetje për të gjithë, faleminderit që jeni në koncertin tonë vjetor. Ju faleminderit zoti kryetar, edhe kryesisë gjithashtu. Është nder i madh për mua që jam që 36 vite në mesin e ansamblit dhe tash për momentin menaxher i ansamblit. Besoj që këtë punë do ta bëjmë siç e kemi bërë deri tash, po edhe më mirë. Faleminderit. Në skenën e Teatrit Dodona vallëzuan 3 grup mosha të vallëtarëve dhe kënduan solistët që përcilleshin nga orkestra e ansamblit Bajram Curi. Ky ansambël është themeluar në vitin 1963, atkohë për publiku njihej si shoqëri kulturore artistike e cila kontribuoi shumë në begatimin e jetës kulturore në kryeqytet.